Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka urryer të lavdohet dhe të ngritet në pozita të cilat nuk i meriton ai. Ka thënë: "La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana rasul, fa innama ana abd." Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith: "Mos më ngritni në pozitë ashtu siç e kanë ngritur krishterët birin e Merjemës." Ka thënë: "Unë jam rob i dërguar i Allahut." Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e urren të ngritet në pozitë që nuk i takon atij. Ai nuk është biri i Zotit. Ai nuk është që e din të fshehtën. Ai nuk është në pozitë të ketë cilësi siç i ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Por ai është një rob i Allahut, robi më i mirë i Allahut, njeriu që i është bindur më së shumti Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nuk ka nevojë të ngritet në pozitë e cila nuk i takon atij, por ai ka qenë njeri nga gjaku dhe mishi, njeri i vdekshëm, njeri që e kapin sëmundjet, njeri që han ushqim dhe pin ujë, njeri që martohet, njeri që gëzohet, njeri që mërzitet, njeri që dashuron, njeri që urren të keqen. Njeri ka qenë, alayhi salatu wassalam, mirë po, e ka uzuar Allahu subhanahu wa taala me diçka, e ka veçuar Allahu subhanahu wa taala me diçka, ajo është shpallja. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Thot, vërtet thuaj, un jam njeri sikur se ju. Yuha ilayya. Thot, më dërgohet shpallja mua. Ajo është që Qul innama ana basharun mithlukum. Thot, thuaj, un jam njeri sikur se ju. Yuha ilayya. Un më shpallet mua. Thot, shpallja është ajo që e veçon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga njerëzit e tjerë. Prandaj atë nuk duhet ta ngritim përtej pozitës së tij, nuk duhet t'i japim cilësi hyjnore, nuk duhet ta quajmë bi të Allahut apo diçka tjetër, por japim pozitën që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Është më i miri i njerëzimit. E ka pozitën më të lartë e Allahu, por nuk ka cilësi hyjnore.